Cila është porosia prej kësaj? Une edhe ti që jemi gjallë, i përvjelim krahët të bëjmë punë të mira, se as unë as ti nuk e dim sot e arim mbrëmjen gjallë. Do shta dikush për neve mbrëmje vdes e nesër e bin tu me varos gjenazën në rend. As unë as ti, as kush nuk e di. Unë që flas edhe ti që ndëgjon, nuk kemi garantë se kena me vazhdu deri në mbrëmje. Pyetja që parashtrohet është a thu vallë me të ardhë melekul mauti, me lagja që merr shpirtin në formë të një njeriut dhe bën bisedë me ty, thot kam ardhë me ta marr shpirtin, edhe me ta parashtu një pyetje, a je gati? Përgjigjen le t'ja jep secili vetvetes. Nëse ki përgjigje pozitive, je mirë. Kam frikë që shumica për neve kanë me thonë, a mundet me mashty afatin? A mundet edhe një afat me madhon? Edhe një shans me madhon? Kështu kena me thonë na, kur të vendosemi në varr, e kur të ballafaqohemi me provimin final të jetës sonë, kush është Zoti jot, kush është pejgamberi jot, kush është feja jote, e besimtari të ketë përgjigjet e gdhendura në kokën e tij, sepse ai me ato ka jetu, e thot Allahu është Zoti im, Islami është feja ime dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pejgamberi im. Atëherë na do e shohim se sa pas ka qenë e nevojshme na sa jemi gjallë në këtë afat kohor, mu përgatitë në momentin kur çdo gjë ka me na na shoqërojnë veprat e mira tona që i kemi bo. O njeri, linde duke qa, e njerëzit përreth teje qesheshin, bëj punë të mira sa je gjallë, që në momentin kur ti do vdesësh, e njerëzit përreth teje kanë me qa, ti t'jesh duke qesh. Kjo është porosia dhe e fundi që na e themi.